Themi që praktikisht matura shtetërore po mbyllet në të gjitha fazat e saj, sigurisht janë mbyllur provimet dhe korrigjimi, tashmë po vijon ankimimi i maturantëve të rishqyrtohet dhe sigurisht do përmbyllet komplet matura shtetërore. Ajo që mund të them është që ka qenë një proces shumë i rregullt, brenda atyre standardeve që ne kemi synuar të arrijmë dhe gjitha kjo në fakt është merit e angazhimit serioz të gjithë mësuesve të shkollave, qoftë në përgatitjen e maturantëve për ditët e provimit, pra për provimet e tyre, por qoftë edhe në përgatitjen e maturantëve dhe njohjen e tyre me rregulloren e maturës shtetërore. Nga njëra ana tjetër, është proces që ka arritur ato standarde që ne dëshironim falë dhe angazhimit dhe përgjegjshmërisë të gjithë mësuesve, aktorëve të përfshirë në procesin e menaxhimit të maturës shtetërore, që unë në fakt gjej momentin edhe t'i falenderoj sigurisht, mbi të gjitha duke ju falenderuar edhe ju për pasqyrimin e komaskoshëm të maturës shtetërore, por edhe të qasjes që nxënësit kanë pasur me njëherë pas provimit. Tani, duke ju rikthyer edhe njëherë procesit maturës shtetërore, ajo që do doja të thoja është që jemi në ato pritshmëri që kemi patur, nuk kemi luhatje të notës mesatare të dalë gjatë vitit të maturës shtetërore me notën përfundimtare të provimit në lëndët përkatëse të maturës shtetërore. Përgjithsisht kemi një kalueshmëri 98% në të gjitha institucionet arsimore që janë nënshtruar provimit të maturës shtetërore dhe është një përqindje kalueshmërie që në fakt duhet të vlerësohet, sepse përveç 2-3 institucioneve që kanë patur nxënës ngelës, të tjerët kanë patur kalueshmëri në të gjitha provimet 100%. Ajo që mund të them tjetër është që kemi patur një rritje diku te maksimumi 0.05 pik nga nota mesatare e vjetore në notën e maturës shtetërore. Nëse do të donim pastaj të hynim në detaje, mund të them që në gjuhën e huaj janë marrë 237 dhjeta dhe kemi 6 10.00. Në gjuhën shqipe kemi 79 dhjeta dhe 6 10.00, në matematik kemi 124 dhjeta dhe 13 nota 10.00 dhe në lëndën me zgjedhje kemi 242 dhjeta dhe 26 nota 10.00. Deri në këtë momente ne kemi 13 maturant që janë pretendent për medalje të artë. Kemi një pritshmëri nëse gjatë procesit të rivlerësimit të testit të maturës shtetërore mund të ndryshojë rezultati. Ajo që mund të themi për këtë vit është fakti që është shtrirë harta e shkollave që kanë maturant me 10.00, pra që kanë maturant pretendent me medalje të artë.